بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم تكون الله سبحانه وتعالى باچا مشير الله لutjet të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Dhe të nderuar, nga urtësia e Allahut subhanahu wa taala është se krijoi njeriu nga trupi dhe shpirti dhe bëri atë që ta don si trupin e tij dhe ta don edhe shpirtin e tij. Dhe sheh dhe vëren se njeriu tenton që t'ja jep hakun e tij, që të arrijë gëzimin e tij, që të arrijë lumturinë e tij. A shef se çdo herë për kujdeset për trupin e tij që të duket bukur, që të hanë mirë, që të hanë ëmbël, që të shijon këtë dunja. Po ashtu e gjen atë i cili është besimtar, duke tentu ta shëron shpirtin e tij dhe ta lumturon shpirtin e tij atë kush i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa do të gjesh tjerë të cilët tentojnë të arrijnë lumturinë, por duke mos njohur rrugën e duhur, shkojnë në rrugë të cilat i premtojnë lumturinë ndërsa i tradhtojnë gjatë rrugës. Andaj nëse shef shumicën e atyre të cilët kanë rënë disa mëkate të mëdha, do ta shohësh se rezultati i kësaj është një zbrastirë e mbrëmshme të cilën ato e kanë ndje. Filla nga duhani, pastaj vazhdo në për drogat më të lehta, pastaj në më të rëndat, fillo nga muzikat e ndryshme dhe klubet e ndryshme dhe zinaja e kështu me radhë, të gjithë janë njerëz të cilët tentojnë të arrijnë një kënaqësi, tentojnë të arrijnë një lumturi, por çdo herë përfundojnë të mërzitur. Dhe kështu i shef se hyjnë më thellë dhe më thellë. Fillojnë ndoshta me diçka më të lehtë, pastaj hyjnë në alkoole, pastaj më thellë dhe më thellë, derisa arrijnë që e kalojnë shumicën e jetës së tyre të dehur. Me shpresë që të gjejnë lumturi, me shpresë që të jetojnë të lumtur, me shpresë që ta përmbushin atë zbrastirën të cilën e kanë brenda. Dhe pyetja ata të cilët nuk janë musliman apo nuk ishin musliman dhe u bën musliman, dallimin mes asaj të cilën e kërkuan me vite dhe dallimin që e gjetën pasi që e pranuan Islamin. Dhe këtë mund të gjenë çdo kush prej neve i cili dikur nuk ka qenë i udhëzuar, nuk ka falë namaz, nuk ka njohur Islam, nuk e ka njohur hakun ndaj Allahut dhe pastaj ka hyrë në këtë rrugë dallimin mes asaj që ishte dhe që kësaj të cilën është sot. Du që me ju të ndaj një hadith të Enesit radiallahu anhu dhe një hadith të Abbasit, të cilët transmetojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tregojnë për këtë kënaqësi të mbrëmshme. Thot Enesi se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathatun", janë tre vika, tre çështje, të cilat kush i posedon ato, dhaqa ta'amel iman. Do ta shijen ose do të shijen halawat el iman, ëmbëlsirën e imanit. Thot që tjetë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe dërguari i ti me i dashur se çdo kusht tjetër. Kushti i parë. Kushti i dytë, që njeriu të don dhe kur ta don dekon, ta don veç për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kushti i tretë, njeriu të urren të kthehet në mosbesim, në devijim, në të kaluarën e keqe, ashtu sikurse urren që të hudhet në zjarr. Me këtë largim, me këtë ndalesë, me këtë parafytyrim, ta ketë raportin mes tij dhe mes zjarrit. Mirë vëllezër të nderuar. E para thot dhaqa halawat el iman. Do ta shijon ëmbëlsirën e imanit.
Qëse e përmend dikuj ëmbëlsirën, më njëherë i kujtohen tortet, mjalta, sheqeri, këto janë ëmbëlsira të cilat i shijon trupi, ndërsa shpirti ka një lloj ëmbëlsire, një gjendje të cilën e përjetojnë ato të cilët kanë arritur të plotësojnë disa lidhje mes tyre dhe Allahu subhanahu wa taala. 3 pika që i përmendëm dhe hadithin e Abbasit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shijon ëmbëlsirën e imanit, ai i cili është i kënaqur me Allahun si Zot, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe me Islamin si fe. Do të ndalem pak te ky hadith që të kthehen pastaj tek hadithi kryesor të cilin do ta vazhdojmë edhe nesër. Thot e shijon ëmbëlsirën e imanit ai që është i kënaqur që Allahun e ka Zot. Dhe pejgamberi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe Islamin si fe. A di çka do të thonë kjo vëzër? Jo me thonë elhamdulillah që jam musliman edhe kaq. Po ti, kur dëgjon një urdhër të Allahut, kur dëgjon një urdhër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur dëgjon një rregull të Islamit, pa marr parasysh a është urdhër për veprim apo kërkesë dhe urdhër për ndalim, me thon elhamdulillah, çka më ka thënë Allahu unë e bëj. Me thon elhamdulillah, kjo është më e mirë për mua se sa që unë atë e ndroj apo e dëshiroj. Të thush elhamdulillah, më ka thënë Allahu ashtu është. Ma ka leju Allahu elhamdulillah, ma ka ndalu Allahu elhamdulillah. Mos me çku mendja ty, po be amo si mi bokët, po be amo kjo e rand, po be këtë smundem, edhe për këtë thënë dietarët, në qoftë se dikush e mban një sunet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose mban një urdhër të Allahut, mjekrën, shamin, dhe në veten e tij se don thot, unë e mbaj amo si na urdhëroi Allahu për nxehtë mi mbajt, ose do të thonë mu dallu ose kështu, nuk i llogaritet, Allahu na ruajt. Duana ne, ku na vjen diçka nga Allahu subhanahu wa taala, radina, jena të kënaqur o Zot. Jena të kënaqur me ty si Zot me urdhrat. Jena të kënaqur me ty o Zot në ndalesat. Jena të kënaqur me ty o Zot në çdo send të cilën ti na cakton neve. Pa marr parasysh na vjen mirë as na vjen mirë. A mbohet qefi as mbohet qefi. Masi që ti o Zot ma ke caktu, masi i dërguar i jot sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, masi që Islami kështu na është transmetu, ne e veprojmë këtë dhe jena të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Kthehem në hadithin ku thot e shijon ëmbëlsirën. Thot Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, inna fi dunya janna, ka në dunja gjennet ka në dunja. Kush se shijon atë, s'mundet me shiju gjennetin e real, gjennetin e vërtet. Që se ndalesh pak në fjallën e Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, thot në dunja ka gjennete. Gjenneti çfarë vendi është? Vendi knajtësive, apo? Nuk është vendi punës, është vendi knajtësive. Andaj, na jep një mesazh se ai i cili nuk arrin mu knaq me besimin e tij, me imanin e tij, si ku mu knaq dhe si do apo si mendon për me hyrë në xhenet. Andaj, edhe për këtë Ibn Qayyim i thot në brendësia njeriut ka një wahshe thot ka një egërsir, një zbrastir të cilën nuk e mbush atë vetëm se besimi, vetëm se të kënaqurit me Allahun subhanahu wa taala. Andaj vëllezër të nderuar, ne si besimtar, është elhamdulillah Allahu që na ka mundësu që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Por çdo herë duhet tentojmë ta gjejmë atë ëmbëlsirën. Nëse ne nuk gjejmë ëmbëlsirë kur i bijmë Allahut në sejdë, ne nuk gjejmë ëmbëlsirë kur e lexojmë fjalën e Allahut, ne nuk gjejmë ëmbëlsirë dhe rahati të brendshme kur i ndihmojmë dikujt për hir të Allahut, kur e përçafojmë dikën për hir të Allahut, kur e dojmë dikën për hir të Allahut, kur ja bëjmë dikujt halal për hir të Allahut, të dish se kena problem me brendsinë tonë. Dhe pa tjetër duhet rregullohet. Fjala Allahu subhanahu wa taala është kënaqësi, andaj çuditesh me Bilalin shembull, kur e ka pranuar Islamin dhe e marrin dhe e torturojnë dhe në atë shkretirën e nxehtë, në rërën e nxehtë 50-60 gradë Celsius, ja vendosin atë gurin për mi veti
dhe i thënë kthehu që ke qenë, a i s'ka fuqi të flet, po thot ahadun ahad, një është Zoti, një është Zoti. Një është Zoti, një është Zoti. Si ka mundësi kë njeri të përballon një sprov të tillë vetëm me një fjalë në fillim të Islamit ti. Kur hiri imani tek ai, zhduki, çrrënjosi çdo sen të xahilietit. Çdo pengesë e cila e ka ndalu atë që dorëzohet komplet Allah subhanahu wa taala. Ne me vite herë ndjath, herë majt. Herë jena mirë, jo herë s'jam mirë. Herë shijoj, herë humbem namaz. Ndërsa çuditësh rastin e Zenebit, gjithmonë kalon për shtypje, hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e gjen një litar të lidhur në dy shtylla të xhamisë. I thot kush e ka lidh këtë litar? I thojnë e ka lidh Zenebi. Pse e ka lidh litari? Mi varë tesha? Ja. Thot pse e ka vu këtë litar? Thot kur se majnë më kamt të falë namaz në file, mbështetet në litar që ta manë vetin. Thëjnë poetët, idha kanat an-nufusu kibara ta'abat fi muradiha al-ajsam, ose ta'abat fi muradiha al-ajsam. Kur janë shpirtat dhe zemrat e mdhoja, lodhet trupi në realizimin e qëllimeve të tyre. Kur është shpirti i madh, zemra e fortë, i është dorëzu Allah subhanahu wa taala, s'mojnë kamt. S'mojnë kamt. S'mundet, s'ka mujt me qëndru në kam nga kënaqësia që e kanë dhënë në dhurim. Ose çuditësh, tregon një sheh për një rast, thot më kallëzon një shok, thot isha në Qabe. Thot dhe mbasi u largu njerëzit, pata qef me falë nafile, u çova, me thonë ti fali 8 recat, edhe ta fali vitrin, jashtë Ramazanit. Thot, unë fillova më falë, pranë mu, ishte një person, i cili kur kom filluar më falë, e ka ranë sejde. Thot, wallahi, thot, i kom përfundu 8 recat, e kom përfundu vitrin, haja lanë sejde. Thot, kur është qu e kom pa, se në vendin e sejdes të ti kishte 2 shenja lotësh. Thot, kur e kom shiku orën 41 minut në sejde. Lodhet trupi kur është zemra e madhe, kur është shpirti i madh. Neve na lodhet shpirti, pse s'na mojnë, pse? Neve na lodhen kam, pse s'na mojnë shpirti. Nuk kena rahati, nuk kena kënaqësi, nuk kena, me thonë, si përmendin dietarët, ndërta Ibn Qayyimi, thot, kur besimtari e ndihen në mbërësirën e imanit, kur veçohet me Allahun subhanahu wa taala, nuk ka diçka e cila mund të nxjerrat nga ajo. Nuk ka diçka e cila mund të nxjerr. Është sendi më i dashur për ta. Për këtë gjeneratat e para, kur falshin transmetohet, kur kam falë, edhe për këtë çuditësh, për shembull mezhebi Maliki ka salati vitrin, e ka 30, këtë namazin e taravive e ka 36 recat. Anë kohën e Omerit kanë qenë 20, i kushtohet, po pse ato 36? Të dash me bo pushim mes namazeve, i kanë bo, do me thonë 36. A e dini sa kanë lexu? Në 8 recatet e pare e kanë lexu Suratul Bekara. Suratul Bekara i kanë lexu në 8 recatet e para. Ne, kur i kryjmë 2 recat me imamin, i shikojnë se sa minuta u bon. Andaj vëzër, të mundohemi me mishë shpirt, që ta përjetojmë adhurimin tonë. Dhe kjo arrihet me pikën e parë që e cekëm, është që njeriu ta donë Allahun subhanahu wa taala.
që tjetë Allah subhanahu wa taala më i dashurit e këti. Mos me dash kërkon më shumë se Allah subhanahu wa taala. Mos me tërhek më shumë se Allah, kërkur se Allah subhanahu wa taala. Dhe për këtë, kur themi dashuria, diçka është dashuria. Dashuria është lidhja e zjarrve e fortë e cila është mes dikuj dhe dikuj tjetër, që e bën atë të jep përparësi dëshirës së atij që e don më shumë se dëshirës së tij. A dhe është i gatshëm që për të flijon në çdo send. Tamam, na në jetën tonë, kur vjen dëshira jonë dhe dëshira Allahut subhanahu wa taala, Allah ka qef mu taku me neve në namaz, ka qef me nejtë ma gjatë namaz, a japim përparësi dëshirës tona për dëshirës Allahut subhanahu wa taala. A ja bom diçka kur vjen daljes nga Allah subhanahu wa taala, a japim përparësi asaj, ne t'ja bëjmë qefin vetes tonë, apo japim përparësi dëshirës Allahut subhanahu wa taala, kur na thot lene, kur na thot bëne, kur e thot mos na bë, Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, ne duhet ta dimë se Allahu na don. Dini këtë, vallahi Allahu na don më shumë se prindrit tonë. Allahu na don më shumë se familja jonë. Allahu na don më shumë se fëmijët tonë. Allahu na don më shumë se bashkëshortet tona. Në shumë ajete Allah subhanahu wa taala thot inna Allah yuhibbul muhsinin, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Thot fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Thot inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Pra Allah subhanahu wa taala i don ato të cilët bëjnë mirë. Allahu i don ato të cilët pendohen dhe ato të cilët pastrohen. Allah subhanahu wa taala i don ato të cilët kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala i don ato të cilët mbështeten në Allahun subhanahu wa taala. Andaj lutë Allahun subhanahu wa taala të na bën neve nga ato besimtarë të cilët përmi me dojnë Allahun subhanahu wa taala. Na bën neve nga ato të cilët janë sinqert në dashuri. Janë sinqert në dashuri, se është një çështje vëllezër. Allah subhanahu wa taala atë që don robën e tij, që kur del pi shtëpis me shku në xhami, gëzohet Allahu subhanahu wa taala për çdo njerin individualisht më shumë se sa gëzohet një familjar kur i ka mungu një pjesëtar i familjes së tyre, si thotë Abu Huraira në hadithin që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më shumë gëzohet Allah subhanahu wa taala. Andaj, lutë Allah subhanahu wa taala na bën neve nga ata të cilët i qetësohen zemrat në përmendjen e Allahut, se ai person i cili e don dikant, ai e përmendet shumë. Kur e don dikant, kur don diçka, çdo herë si u mohabet rreth tij ose rreth asaj, ose do të thonë çdo herë që jap mohabet. Pse? E don atë. Kur e don dikant ke qef me nejt me atë. Jo krahasim të llojit të dashurisë, po si shembull, këto trit kur fejohen. Me pas mundësia e pinë sabah deri në një aci rrinat me të fejuarën e tij. Pse? S'po them to që janë martu mati, se këto si rrihen. Po këto trit. Ka qef gjithë ditën me nejt matë. Sot, sa u taku, tu shku në WhatsApp. Shkon në shtëpi, a mrite, ku mrite, ku je, ku si je. Mirë, ne sot. Sa e përmendim Allah subhanahu wa taala. Sa herë në ditë na bjen mend me përmend Allah subhanahu wa taala. Ne sot sa e lexojmë librin e tij. Folim realisht, a ma shumë rina në WhatsApp, a rina në Kur'an. A ma shumë rina të shiku futbol, a në Kur'an. A ma shumë rina në televizor, a në Kur'an. A ma shumë rina në muhabet, a në Kur'an. Normal, njeriu i ka obligimet ditore, jeton këtë dunja, por mos harrojmë Allah subhanahu wa taala. Allahu na don. Allahu gëzohet kur i kthehemi. Allahu gëzohet kur e lusim. Allahu gëzohet kur i kërkojmë. Çdo kush mërzitet kur i lipen, edhe bab mi pas, mi kur i lipen, diku pak mërzitet. Vetëm Allahu subhanahu wa taala smërzitet dhe gëzohet. Lutë Allah subhanahu wa taala si që mos u takomi këtu, takomi në xhenetet e lartë të tij. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.